Banorët e qarkut Shkodër janë të lodhur dhe të zhgënjur nga politika. Një gjë e tillë konfirmohet në çdo takim të rastësishëm me kandidatin e pavarur Vullnet Elbasani. Konkretisht në Velipoj banorët flasin për mashtrim të hapur që është bërë atyre në vite me qëllim përfitimin e votës dhe me pas mos realizimin e çdo premtimi. Në një situatë të tillë, ato janë të bindur se vota duhet të shkojë tek Vullnet Elbasani, i cili nuk do të jetë një ushtar i bindur i qeverisë, por administrator i i territorit të Shkodrës. Kryeministri jonë në Rum na mashtrej kaq bukur sa si nuk ka ku më shku më nej. Besom tek Zoti dhe përmes Zotit besom tek kryeministri Edi Rama. Na premtoi që do të rrisim pensionet, do rrisim rrogat, do hapim vende pune, dolim dritat dhe dolim naftën se nafta përbërsin. Asnjëri nuk e bani. Na premtoi të shkote e funit që janë më e freskët, do kompensojnë çmimin e dritave. Absolutisht nuk i ka shkuar bie menes për më na zëvendësou. Ma kulmi ishte kur viti 3 dha shpërblimet dhe tha shpremisht, pensionistët e vetmum kanë nga 30.000 lekë vjetra dhe pensionistët tjerë kanë nga 20.000 lekë. Kush i mori këtë lekë? Ka shkun. S'ka marrë pensionist 30.000 lekë hala. Pra, është mashtrim kjo? Mashtrim elektoral. Mare e bon. Mashtrim elektoral. Ta shkon se jam të i premtu asnjë banorit në Shkodër, nuk jam të i premtu porte jahtesh, se kërkush nuk ma ka kërku për jush. A keni në jahtë të shpija, po ja bajmë portin nëse doni, nëse keni portja, nëse keni jahte, po ja bajmë. Luna Park nuk mund na me bo. Jo vetëm që s'mund na, por nuk është as kompetencë e bashkisë. Bashkia nuk e ka kompetencë me bë Luna Parkun. Po dhe pista s'kish. Nuk do të bëjmë. Se prap nuk është kompetencë e bashkisë, po prap banorët nuk johen të pas bukë me hangër. Jam me shku me bë s'ki. Çfarë do na me bëna? Si thon kësaj, në kohën e partisë punës janë dënuar njerëzit që spuneshin kur bajte plot 15 ditë u dënojte. Me burg, 6 muaj burg. Kurse set, po të zonë një misteri mbrez, arrestosh më njëherë, dhe të 5 ditë janë nën 19 vjeç. Djali u që ka shku me punohe për 10.000 lekë me marri 5.000 me qonë shpi fukara, ke Zoti, nuk ka ku me shku ma fukara, që njëftë edhe Arjani, djali Petr Kulës, a kuptam. Si thunë kësaj? Merleje thot me punu. Po ku me marleje më zotni? Urdhëmë më thuj, kujt i marleje, kujt i drejtohem, kujt i shkoj, kujt i ankohem. Nuk pit kush, absolutisht, jo. Atëherë populli sot është ma fukara se sa ka qenë çdo kohë. Çdo kohë. Tash 23 vjet si ka qenë, unë ja kam dhënë socialistës me ndërgjegje. Kam qenë socialist, kam qenë i majt. Me thonë drejtën, ka që shgënjim jam sa që i rrezikin këtë situatë dhe mos më votu hiç shkurt. Shumë. Në kanë rejë shumë, dhe më honë dikra. Inshallah, ty të përnit marë më djali mirë. I shpejës mirë, i familjes mirë, edhe një për i Flamur Elbasani kam njofë për jafër, me thonë drejtën, mos e mjefë, veç rastisht unë jam shofer i këtyne sot për sot i futbolistave dhe i hetore e fitore. E gjithë mirat. Në Velipoj, Vullnet Elbasani synoi të shtringte nismën e tij qytetare, duke dhuruar për fëmijët e ekipit Ada U12 kostume sportive dhe topa futbolli. Ky gest u mirëprit nga trajneri i ekipit e Trit Nika, i cili tha se kjo është një vëmendje e cila mungon ndaj këtij ekipi prej vitesh. Vullnet Elbasani tha se në programin e tij për sportin parashikohen shanse të njëtrajtshme në të gjithë territorin e ri të Bashkisë Shkodër për të gjithë të apasionuarit pas sportit, pasi talentet lindin dhe zhvillohen kudo. Para se me shku me votu, do na me i dhanë provat tona. Ne në programin tonë kena thonë që sporti do t'jetë një trajtësisht i zhvilluar si në Shkodër, ashtu edhe të na njësi tjera. Talenta ka në Velipoj, talenta ka në Deq, në Bërdic, në Antmalit, një ban kishte talenta. Ju e dini ma mirë se unë që talentat të futbol dalin për i gjithë kom. Edhe një aty ku s'ta pret manja. Kësaj na i thona barazin shanse. Edhe kur ta marrim bashkin, do të ketë barazi në shanse. Sporti do të jetë i zhvilluar gjithë një lloj. Xherosin thashë të falenderoj, por për këto fëmijë si ta sakrifikojnë, unë pranoj çdo lloj dhurate për ta. As më tepër,
për një si ka një projekt si me lanë zhvillim sportit, si në qytet, si në fshat për që në Velipojën, se për mu Velipoja duhet me kanë një qytet i dytë, ose një i parë me turizm e shumë zona, pavarësisht se si ka vunë kur kush në funksion. Se me një turizm si ka Velipoja, mund është me majtë gjyshe në Shqipëri, si jo ma Shkodrën. Unë jam inderuar që këta pranojnë vëratën tonë, të mujtë tonë. Edhe falenderoj shumë për jetë edhe të urojmë suksese. Si kapiten që jam në emër tonë ekipit tonë, një falenderojmë për i të dhuratën që nga keni bërë. Gjatë këtyre ditëve zhvon re një entuziazëm në rritje lidhur me kandidaturën e pavarur në Shkodër, duke qenë se në të gjitha takimet konstatohet një interesim lidhur me profilin e këtij kandidati dhe stafit të tij.